Jo, nuk është bombardim. Këtu nuk kaloi asnjë pushtues. Nuk shkatërroi asnjë armik. Është fshati i braktisur i jugut Shqipërisë. Është ish fshati Bezhan. Rrës gramozit në të zbritur të qafës qarit, pak kilometra pa vajtur në Ersek. Ka ikur i tëri në mërgim. Ku janë? Ku janë fshatarët, kolonjarët, familjet, fiset, gëzimet, zemrimet, hatëmbetjet, vendimet fshatshë, mblesërit, dasmet, krushqit, fatkeqësit, dashurit, sherret, urrejtjet, zilit, zullumet, pauthësit, trimrit, prallat, plakët, pleqt, djemt, vajzat, fëmijët. Ku është mëngjesi i freskët i këtij fshati? Ku janë të lehurat e qenve? Ku është meraku i grave për të ngritur të parat nga gjumi i natës, për të ndezur zjarrin edhe për të përgatitur kafen? Ku janë tymrat që dalin nga oxhaqet? Përshëndetjet, blegrimat, dalja e baktis për në kullota? Ku është mesdita, dreka, vapa? Burrat nën hije, gratë që punojnë në përfusha deri vonë? Ku është mbasditja, muzgu, simfonia e zilkave që nuk lënë të dëgjohen këmborët? Mbrëmja e thashe themeve dhe e darkave me mishe, raki, kafet, meselerat. Kolonjar lëqet, meraku i grave se muabetet e burrave mund të përfundoj në sherë, dhe nata edhe gjumi i pafajshë. Ku janë fshatarët, shqiptarët, kombëtarët, heroikët, trimat, shekullorët, legjendarët, punëtorët, paqedashësit, liridashësit? Ku janë ata që i kanë thënë gjithmonë burrit burr, trimit trim edhe turpit turp? Ku kanë ikur? Ku janë ngulur gjithë ata thoshtë të qyqës? Të parët që ju qepën gramozit edhe ikën Greqi ishin zagarët, lapërdharët, ata që hynin e dilnin pa teklif në post në kufirit në kryet fshatit, duke u mburur se kanë kapur kaq e aq diversant apo shkeles të kufirit. Pastaj të dëshpëruarit, të paduruarit nga Tirana apo Durrësi apo Vlora që donin të iknin me çdo kusht. Pas tyre të tjerë fakir fukarenj, të ikur po përpjet gramozit për një çap bukë. Sa prej tyre ngrinë në dëbor apo u vran nga rojet kufitare këte janë dhe e kufirit. Sa janë kthyer të rrahurit për gjakur. Këtë as e di, edhe as ka për ta ditur askush. Askur. Po adoleshentët që nuk din që është bërë aty nga 90-a e tuti. Ata që në ikje si për lanë emrat mbi mure edhe të tjerë moshatar të tyre. Ku janë? Ndonjëri ose disa janë në fund të Adriatikut, ku dalgët e nënujshme u apërkundin lehtë skeletin. Të tjerë me viza pa viza mbi trageta askafe, në ndonjë kamiona brenda ndonjë kontenjeri kaluan Otranton edhe La Manche. Ku mund të kenë përfunduar? Në Itali, Anglia, Greqi, ku mund të kenë ndërruar dhe emrat e kush e din është zgëqtë e Europës apo Amerikës, ku lajnë të famshme të pjata dhe legendë të porsa zbrazur. Ku e ku më të shëmtuar dhe të pista, se ky fshat malore i freskat ata. O i shtyjnë netët në ndonjë urë, ose duke lypur në një metro, ku dikush edhe mund të ketë vdekur nga uria, ku policë me doreza llastiku, pasi nuk u kanë gjetur dokumente identifikimi në xhepat a rreckat e tyre, i kanë shtyrë me tuba dhe rrymat forta uji në ndonjë thesa çarçaf plastik për t'i hedhur në ruajna o Perëndi, plehra. A ruajna o Zot në laborator.
kërcisni o kaldrame. Tymosni o gjak, lihni o qenë, gjallërohuni o rrënjë të shkullura, rridho gjak i munguar.